sot bëri me dije Edi Rama 17 milion euro do të shkojnë për ndërtimin e hotelit, parkingut të madh e kështu me radhë. Vetëm një moment, Juli, e para një të falenderoj se jema agjërim dhe është thyer vetëm me një glënk ujë pikërisht në studio. Të qoftë i pranuar. Juli, plugu është marrë seriozisht edhe me çështjen e onkologjikut. Unë e dua përgjigjen të thjeshtë që ta kuptoj dhe publik, ose më përpara do të bëj këtë gjë. Shikoj pak çfarë ka masallën vëmendje Elker Bushkolla e kolegu i cili e ka publikuar pak kohë më parë. Është një ndër shumë rastet, jam e bindur të gjithë keni dëgjuar të paktën një herë brenda këtij viti një rast si ky. E ndjekim pak pesën. Ilaçi ka arritur edhe kurën 4.000 euro. Një dozë, 480 mg. Dhe unë kam 2 vjet që vazhdoj e blej ilaçin me lekët e mia, kam shitur shtëpinë, kam futur mamën me qira dhe asnjë nuk mban përgjegjësi për asgjë. Vazhdon dhe kontrollohet në Turqi, sepse spitali jon nuk e merrte përsipër as ilaçin, nuk e kishin të njohur si diagnozë. Nga halli kam shkuar në Turqi me gjitha shpenzimet e mia, kam lënë punën për të përkushtuar prindit, kushtet janë skandaloze, sjellja e doktorëve disa prej tyre është skandaloze. Kam shkuar në shumë spitale private këtu në Tiranë. Përsëri nuk e kishin ilaçin, e vetmja gjë që më kanë thënë do t'japin një numër doktori në Turqi që mund të blesh ilaçet vet. Të thot mjek do t'jap një numër që ta blesh pak më lirë është absurd. Ne kemi arritur, kemi shitur shtëpinë 2 vjet rresht lart e poshtë nëpër dyert e aeroporteve, spitaleve, taksi. Mami ime është 67. Këtu e ka gjetur veten pjesa më e madhe e shqiptarëve. Në mos për raste kancerit dhe sëmundjeve të tjera që duhet marrin rrugët. Rrugët për jashtë, shpeshherë duhet vijë nga pika e malit të vinë Tiranë, se vetëm Tirana ka mbetur. Juli, çfarë ke konstatuar ti në shpërdorimin e jashtëzakonshëm që është bërë? Të thuash aferë, të thuash skandal nuk përbën më lajm, por çështja e onkologjikut e para po e nis nga fakti që kur kam bërë investigimin për onkologjikun kam shkuar vetë dhe kam bërë kamerat e fsheta, sepse qytetarët sigurisht që kanë ndërroje dhe duke i ruajtur privatësinë kemi marrë disa zëra qytetarësh brenda spitalit onkologjik. Si kjo histori që sapo transmetuam ka pafund. Janë qytetarë që vinë çdo ditë në spitalin onkologjik, që kanë shitur pronat e tyre, që janë zhytur në borxhe, kanë marrë mikrokredi për të bërë kimioterapi, radioterapi apo po themi vizita tjera mjekësore, qoftë në spitalin onkologjik, por edhe në spitalet e tjera. Unë do ta nisja pak më herët aty ku tha doktori tek çështja e radioterapisë. Pse është e rëndësishme? Dhe pse sot ne jemi në këtë gjendje? Sepse edhe akseleratorët që janë aktualisht në QSUT, sipas të dhënave tona, të paktën deri para pak kohësh, i kanë kamufluar në mënyrë të tillë sepse dyert e tyre janë dyert të blinduara që nuk duhet të lejojnë pra kur hapen nuk duhet lejojnë që të dalin rrezet ose që të funksionojë aparatura, duhet që ato të mbyllen hermetikisht. Dhe kanë bërë një zgjidhje alla shqiptare që e ka denoncuar doktor Adrian Hoti, i cili sot është larguar nga sistemi për shkak sepse nuk pranoi të bëjë palë me maskaradën që ndodh sot në onkologjik dhe sot edhe akseleratorët që janë supozohet në punë nuk funksionojnë. Por pse janë të rëndësishëm këta akseleratorë? Sepse sot qeveria shqiptare, kjo qeveri, disa vite më parë propagandoi shtrirjen e kimioterapisë dhe dhënien e shërbimit për të smurët me tumor në të gjitha spitalet e vendit, të paktën në disa spitale rajonale, siç është Elbasani, siç është Korça, siç është Gjirokastra, nëse s'gabojmë, apo qytete të tjera të mëdha ku ka spitale rajonale. Dhe sot qytetarët, për shkak se mungojnë këto aparatura, u duhet të vinë çdo ditë nga qyteti më i largët, nga territori më i largët i vendit, për të kryer një proces mjekësor që të merr vetëm 15 minuta kohë. Pra, një qytetar ngrihet nga Vermoshi, nga Konispoli, nga Shkodra, nga Korça, në ato kushte që është edhe fizike, kanë ardhur dhe vinë çdo ditë në Tiranë, madje dhe mund të ikin pa e kryer këtë proces, sepse po të shkoni sot e onkologjiku, radhët janë me qindra çdo ditë të qytetarëve që presin për të marrë këtë shërbim. Skandali tjetër që e ka denoncuar KLSH-ja, e kemi denoncuar dhe ne në Plug. Sot në spitalin onkologjik ka gjithsej 19 poltron për kimioterapi. 19 pra shtetër që qytetarët, është një proces që zgjat disa orë nëse zgabohen procesi i kimioterapisë, aty shkojnë sot me qindra e qindra qytetarë që marrin medikamente
nëpërmjet procesi të kimioterapisë dhe janë gjithsej 19 shtetër. Është bërë kërkesë her pas here, pra janë shtetër që çfarë duhet hoteli 17 milion euro nuk kushtojnë më shumë se sa disa sepse onkologjiku është vendi ku jeta me vdekjen takohen më shpesh se në çdo spital tjetër. Që do të thotë, si ka mundësi atëherë filozofia e kryeministrit shqiptar e këtij sistemi, se unë nuk e kam me mjekët. Unë kam pasur vetë raste familjare, njerëz strapacohen ashtu siç ka në çdo profesion, ka dhe njerëz të cilët janë të pandershëm dhe nuk ka diskutim. Unë kam parë se si strapacohen. Që sistemi mos i përgjigjet sot qytetarit, duke vënë vetëm 19 shtetër dhe duke bërë një hotel 17 milion euro. 17 milion euro hotel dhe parking dhe nga të dhënat ose nga fjalë publike është që ai do të jepet me koncesion. Pra do të jepet privatit. Pra do ndërtohet me para publike dhe më pas do të jepet privatit ta shfrytëzojë për. Kjo është një histori tjetër. Po le të ndalemi këtu që është një histori akoma dhe më rënd, që duhet me që jemi në këtë studio ta shprehemi edhe ta themi edhe në një formë presioni dashamirës për prokurorinë e posaçme për që po e heton këtë çështje. Po ndalem tek afera e sterilizimit që tha doktori. Në 2023-shin, në vitin 2023, në qershor vitin 2023, gjyqtari i posaçëm Erion Bani, ndër masat e sigurisë ka dhënë dhe një vendim, që është vendim gjykate, që koncencioni i sterilizimit duhet të ndërpritej, pra e urdhëronte ILDKP-in, që të ndërpriste kontratën e koncencionit sterilizimit për shkak sepse i ka shkaktuar shtetit 100 milion euro dëm. Këtë e thot vendimi i gjykatës. Ky vendim gjykate sot e kësaj dite nuk është zbatuar. Dhe pse nuk është zbatuar? Sepse doli kryeministri një ditë më pas dhe tha që jo, koncencioni do të vijojë. Tani un po bëj një paralelizëm, ndoshta nuk është as vendi, por ju e dini dhe gjithë e dim se çfarë ndodhi me doktor Sali Berishën në rastin e mosbatimit të detyrimit për paraqitje sepse ishte një mas antikushtetuese. E nxori si pretekst SPAK dhe mori një mas më të ashpër ndaj zotit Berisha. Arrest shtëpie. Arrest shtëpie. Dhe kjo ishte përsëri antikushtetuese. Por pa i hyrë kësaj analize, çfarë ndodh sot? Kemi një vendim gjykate që ka dalë prej 2 vjetësh dhe nuk është zbatuar, sepse ka dalë kryeministri dhe ka thënë që nuk do ta zbatojmë. Dhe sot nuk ka minimumi një mas sigurie për njeriu që e ka penguar këtë vendim gjykate të zbatohet. Dhe nuk ka mas sigurie as për institucionet apo drejtuesit e institucioneve që do duhet ta zbatonin këtë vendim gjykate. 10 denoncime të vogshit dhe s'ka lëvizur asgjë. Asgjë. Ndërkohë që ke të bësh me jetën e njerëzve, shëndetin që është. Po ju them edhe një skandal tjetër që doktori dhe Albana besoj e din, është sot që ne kemi denoncuar edhe në emisionin, ndoshta do ta vëzhgojmë më vonë, është fakti që sot një prej koncesioneve, ai laboratorëve, ofron shërbim për qytetarët vetëm 2 javët e para të muajit. Pra qytetarët shkojnë në spitalet e vendit dhe bëjnë analiza kush ka fatin deri 2 javët e para, sepse më pas përfundon fondi dhe nuk ka më para që privati të kryej në 2 javë të vazhdim. Ata që për shembull bëjnë dhe kemiot, që duan analizat përpara se të shkojnë për të vazhduar, zoti u dhënë shëndet dhe shkojnë në privat. Sepse ose do presin kur të fillojë muaji tjetër të shkojnë të parët tek dera e laboratorit spitalit për të zënë radhën dhe për të bërë analiza. Kjo është gjendja e shëndetësisë shqiptare sot. Nuk po flasim më tej pastaj për spitalet rajonale, për qendra shëndetësore në për bashki, në për fshatra. Jo, unë sa më ka rastisur të paktën ke trauma, në këto 2 vitet e fundit më ka lidhur arsye personale të familjes time, kam qenë tek trauma dhe kam parë zbrazet e gjithë Shqipëria tek trauma. E gjithë Shqipëria. Unë nuk e di